E po, le të thellohemi menjëherë në këtë analizë rreth një prej divorceve intelektuale më dramatike dhe më me ndikim në të gjithë historinë e mendimit njerëzor. Po flasim sigurisht për ndarjen e famshme mes Sigmund Freud dhe Carl Jung. Për çdo që po i studion psikologjinë sot ose thjesht është i apasionuar pas mistereve të mendjes, kjo nuk është thjesht një mosmarrveshje e thatë akademike. Ky është fjalë për fjalë momenti kur harta e shpirtit njerëzor u rishkrua nga e para. Së bashku në këtë shpjegues, do të zbulojmë saktësisht se si kjo përplasje i dha jetë një mënyrë krejtësisht të re për të parë vetveten. Plani ynë për sot është i thjeshtë. Do të nisim me ndarjen mes Freudit dhe Jungut, do të kalojmë tek lindja e psikologjisë analitike, do të shpjegojmë konceptet magjepsese të pavedijes kolektive dhe arketipeve, pastaj do të shohim individuacionin dhe ëndrat për ta mbyllur me trashëgiminë e tyre sot. Le të fillojmë. Pika e parë, Freud dhe Jung. Ndarja e madhe. Për ta kuptuar vërtet thelbin e kësaj skizme, nga perspektiva e një studenti sot, duhet të shohim pak trajektoren e Jungut. Ai u rrit në një familje thellësisht fetare në Zvicër, babai i tij ishte pastor. Kështu që në moshë të re ai ishte i rrethuar nga feja, mitologjia dhe pyetjet e mëdha filozofike. Pasi u bë psikiatër në spitalin e famshëm Burgo Elzli, puna e tij briljante tërhoqi vëmendjen e vet Sigmund Freudit. Për një dekadë të tërë ata ishën të pandashëm. Freudi e shihte Jungun si djalin e tij të artë, pas ardhësin e padiskutueshëm që do të merrte në dorëzi fronin e psikoanalizës. Por, siç e dim të gjithë, gjërat nuk shkuan as pak ashtu. Dhe këtu qëndron thelbi sepse e gjithë kjo aleancë u shkatrua. Është një dallim absolutisht rrënjësor. Freudi e trajtonte pavedijen një lloj si një bodrum të errët të mendjes, vendin ku ne fshehim të gjitha instinktet tona biologjike dhe impulset e papranueshme, kryesisht ato seksuale. Ishte një pamje goxha materiale dhe disikufizuese, por Jungu, me gjithë atë bagazh filozofik që përmendëm, ai thjesht nuk mund ta pranonte këtë reduktim. Për të, pavedia nuk ishte vetëm biologji, ishte një dimension i thellë, i mbushur me një univers të tërë simbolesh, mitesh dhe energjish shpirtërore. Kjo nuk ishte thjesht një mosmarrveshje e vogël, ishte një përplasje botkuptimesh që i ndau rrugët e tyre përgjithmonë. Kjo na çon tek pika e dytë, krijimi i psikologjisë analitike. Kjo prishje monumentale detyroi Jungun të njiste gjithçka nga e para dhe të krijonte një shkollë tërësisht të re, psikologjinë analitike. Tani, ky nuk ishte thjesht një përditësim i teorive të Freudit, ishte një sistem krejtësisht tjetër. Objektivi nuk ishte më thjesht kurimi i neurozave dhe rregullimi i problemeve sipërfaqësore, bëhej fjalë për zhvillim shpirtëror, për integrimin e çdo pjesë të personalitetit ton. Jungu fjalë për fjalë ndërtoi një urë mes shkencës eksakte dhe spiritualitetit, duke kërkuar që njerëzit të njihnin thellësisht vetveten për të gjetur ekuilibrin. Seksioni i tretë. Çfarë është saktësisht pavetëdia kolektive? Kjo është ndoshta ideja më revolucionare e Jungut. Ai tha, në rregull, ne kemi pavedien ton personale me kujtimet tona unike, por nën atë ekziston një shtresë edhe më e thellë. Kjo është pavedia kolektive. Imagjinoni këtë si një lloj kodi burimor psikologjik apo një cloud universal ku të gjithë njerëzit janë të lidhur. Kjo teori është jashtëzakonisht e fuqishme sepse shpjegon një mister të madh. Pse popujt të lashtë, të izoluar në anë të kundërta të globit, që nuk kanë pasur kur kontakt me njëri tjetrin, kanë krijuar eksaktësisht të njëjtat mite, vizatojnë të njëjtat simbole dhe tregojnë të njëjtat histori me heronj dhe dragonj. Përgjigja e Jungut, sepse një të gjithë lindi me këtë software të instaluar paraprakisht. Le të kalojmë te pjesa e katërt, arketipet, konkretisht persona dhe hija. Brenda këtij oqeanit pavetdijes kolektive, jetojnë ata që Jungu i quajti arketipe. Mendoni për to si modele universale sjellje. Ato janë kudo, në ëndrat tona, në fete ndryshme, madje hidheni një sy filmave të sotshme në kinema. Kemi animan dhe animusin, që përfaqësojnë energjitë femërore dhe mashkullore brenda nesh. Kemi figurën e urtarit ose mentorit. Kemi heroin që lufton për të transformuar dhe patjetër vetveten, qendrën e vërtetë të harmonisë. Por, në jetën e përditshme, ka dy arketipe që ndikojnë tek ne gjatë gjithë kohës. Le t'i shohim pak më nga afër. Së pari, kemi personën. Në teatrin antik grek, persona ishte fjalë për fjalë maska fizike që mbante aktori. Jungu e përdori këtë fjalë për të përshkruar maskën sociale që ne vëmë çdo ditë për t'u përshtatur. Nga këndveshtrimi i një studenti, kjo është super e qartë, apo jo? Mënyra se si silleni në një sallë provimesh përpara profesorit është maska juaj akademike, ndërsa në zyrë është maska profesionale. Persona nuk është diçka e keqe në vetvete. Ne na duhet ajo për të mbijetuar në shoqëri. Por rreziku i vërtet fillon kur dikush identifikohet aq shumë me këtë maskë, saqë harron se kush është në të vërtetë prapa saj. Dhe kështu vim tek e kundërta e personës, hija. Gjithçka që ne vet apo shoqëria rreth nesh
e konsideron të gabuar, të turpshme, ose të papranueshme nuk ka vëllun thjesht. Ne e marrim atë frikë, atë zemrim apo ato dëshira dhe i shtypim thellë duke i dërguar tek hija. Hija mban çdo gjë që ne refuzojmë të pranojmë se jemi. Por ja ku qëndron paralajmërimi i Jungut. Nëse e injoroni hijen, ajo do të gjejë një mënyrë për t'ju kontrolluar jetën në mënyrë të fshehtë, zakonisht përmes shpërthimeve ose vetë sabotimit. Është absolutisht thelbësore që ne t'i sjellim këto aspekte në dritë. Seksioni i 5 na tregon se si bëhet kjo: individuacioni dhe analiza e ëndrave. Të sjellush hijen në dritë është baza e atij procesi jetësor që Jungu e quajti individuacion. Duket si një fjalë ndërlikuar akademike, por ideja është e thjeshtë. Është i gjithë rrogtimi juaj për të bërë versionin më autentik dhe i plot i vetvetes. Dhe dreqin, kjo nuk është e lehtë, është punë me kod plot. Fillon me guximin për të përballur me hijen, pastaj vazhdon duke kuptuar pavedijen tënde, duke baraspeshuar logjikën e ftohtë me emocionet e pasura. Në fund, qëllimi është të marrësh të gjitha këto pjesë të shpërndara dhe t'i bashkosh në një tërësi. Është maja e rritjes psikologjike të njerëzit. Për të bërë këtë punë, një mjet kryesor është ëndra. Dhe këtu shohim sërish ndarjen mes dy gjigantëve. Për Freudin, ëndrat ishin thjesht instinkte dhe dëshira të shtypura që gjeni rrugdalje kur ne flinim. Jungu, megjithatë, tha, jo, ka shumë më tepër se kaq. Ai besonte se ëndrat ishin mesazhe të drejtpërdrejta nga shpirti. Ato flasin me një gjuhë plot simbole. Përmes tyre, pavedia jon po përpiqet të na tregojë për konfliktet e brendshme apo për arketipet që po kërkojnë vëmendje. Ëndra është fjalë për fjalë ura lidhëse mes asaj që dim dhe asaj që fshihet brenda nesh. Dhe vim tek seksioni i fundit, trashëgimia e Jungut në psikologjinë moderne. Është e jashtëzakonshme se sa larg ka shkuar ndikimi i tij. Ndryshe nga shkencëtarët e tjerë të kohës që përçmuanin mistiken, Jungu u zhyt thellë në të. Ai e kuptoi se traditat e vjetra si alkimia, astrologjia apo hermetizmi nuk ishin thjesht bestytni qesharake të njerëzve të paditur. Për shembull, alkimia, ideja e transformimit të plumbit në ar, por Jungun ishte një metaforë psikologjike gjeniale. Plumbi është thelbi i errët i hijes dhe ari është njeriu i realizuar përmes individuacionit. Ai dha letërsisë, artit dhe vetë psikologjisë një fjalor të ri dhe të pashtershëm. Për ta përmbledhur të gjithë këtë lundrim të thellë, Jungu na la një listë mbreslënse leximi. Libra klasik si Njeriu dhe simbolet e tij, apo tipet psikologjike, nga ku në fakt kemi marrë termat introvert e ekstrovert që përdorim aq shpesh sot. Pa harruar autobiografinë e tij, kujtime, ëndra, reflektime. Këto vepra mbeten gur themeli dhe vazhdojnë të magjepsin studentët e filozofisë e psikologjisë anë mban botës. Janë harta të vërteta për të kuptuar botën e brendshme. Në fund, gjithë puna e Jungut është një thirrje për të mos i mbyllur syt përpara errësirës son, po për ta ndriçuar atë. Nuk mund të ndriçohemi duke imagjinuar thjesht dritën, thaj, por duke njohur errësirën. Dhe ai e përmblodhi këtë në mënyrë të përsosur me këtë shprehje: kush shikon jashtë, ëndëron, kush shikon brenda, zgjohet. Është një ftesë mjaft provokuese, apo jo? Të bën të pyesësh veten, a jemi ne vërtet të zgjuar në përditshmërinë tonë, apo thjesht po lundrojmë në ndikimin e mekanizmave të padukshme të pavedijes. Diçka për ta menduar thellë, pasi të mbarojmë këtu. Kjo ishte e gjitha për këtë analizë.